Shikues të Alert Mirëmbrëma. Ky është emisioni i radhës, si çdo të premte në orën 21. Unë jam Granit Sokolaj. Nëse diskutojmë me dikë se çfarë është konsumatorja apo çfarë do të thotë konsumator ose drejta konsumatore, automatikisht e lidhin me ushqimin. E sigurisht deri diku edhe me drejtë, sepse ushqimi është produkti që ne prekim apo konsumojmë më shpesh. Dhe pikërisht për këtë do të flasim sot, për sigurinë ushqimore, por në një këndvështrim tjetër, në një bazuar në një raport të Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore, konkretisht Eurobarometrin, për vitin 2025. Kemi përfshirë në këtë perceptim të shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë, pra kemi përfshirë dy shtetet tona, perceptimin e tyre për sigurinë ushqimore, për gjithçka që ata pyeten dhe dinë sipas tyre për ushqimin. Zgjedhjet e tyre në raport me sigurinë ushqimore apo me çmimin, origjinën e produktit, e shumë çka tjetër, sigurisht diskutohet edhe për pesticide, por është gjithmonë perceptim. Autoriteti Evropian i Sigurisë Ushqimore ka kryer një Eurobarometrin për vitin 2025 në 27 vendet anëtare, por ka përfshirë edhe vendet tjera, vendet IPA. Konkretisht ne sot do të flasim për Shqipërinë dhe Kosovën. Në Shqipëri, Eurobarometri është zhvilluar nga 1 prilli deri me 16 prill 2025, janë pyetur 1002 persona, ndërsa në Kosovë është 26 mars deri me 15 prill, pra po 2025, dhe janë pyetur 1010 persona. Në perceptimin e shqiptarëve të Shqipërisë në këtë rast, janë rreth 74% e konsumatorëve thonë se pra kur zgjedhin një produkt, kur blejnë një produkt ushqimor, thonë që prioritet sipas tyre është siguria ushqimore. 74%, rreth 47% e lidhin me përmbajtjen ushqimore, çmimi ka statistika tjera, dhe do të flasim për këto sot dhe sigurisht edhe do të krahasojmë edhe shifra, qoftë me vitet e kaluara, qoftë me Shqipërisë dhe Kosovës. Kam të ftuar zonjën Valbona Paluka, është pika e kontaktit e EFSA-s në Shqipëri, kënaqësi që u kam studio. Faleminderit, Granit. Zonja Polikseni Drazha është koordinatore kombëtare e EFSA-s dhe inspektore në AKU, kënaqësi që u kam studio. Kënaqësi edhe për mua. Kam online nga Kosova, zotin Flamur Kadriu është drejtor i shëndetit publik në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës, si dhe koordinatori kombëtar për EFSA-n në Kosovë. Zoti Kadriu, përshëndetje. Përshëndetje. Kënaqësi dhe faleminderit për kohën. Gjithashtu nga Kosova, nga Prishtina, është dhe Ylka Dibrani, koordinatore e EFSA-s për Kosovën, pika e kontaktit e EFSA-s në Kosovë. Zona Dibrani, kënaqësi, faleminderit për kohën edhe ju. Përshëndetje, kënaqësi është ime. Atëherë, unë po e zhvendos bisedën, po e nis në studio me Shqipërinë, por gjithsesi gjatë gjithë kohës edhe mikrofonat tuaj do të jenë të hapur dhe mund të ndërhyni në çdo moment që dëshironi. Edhe po na shat, sigurisht do ju dëgjojmë. Për ata që nuk e dinë, Ora News transmeton edhe në Kosovë në platformën Artmotion, në kanalin 183. Zona Paluka, po e nis me ju, pastaj gjithsesi edhe ju mund të ndërhyni bisedë e lirë, sepse duke qenë se s'do bëjmë shumë pyetje, por më shumë do komentojmë, e sigurisht pastaj do dalin edhe problematikat rrugës. Ky barometër i sati vit është pari që e përfshin Shqipërinë? Përpara se të përgjigjem i sati vitesh që e përfshin Shqipërinë, do të kisha dëshirë të bëja një kronologji se kur ka filluar dhe pse ka filluar nga EFSA ky sondazh, ky instrument i sigurisë ushqimore, dhe përspari ka filluar në vitin 2010. Dihet që vitet 90, 99, 2000, smundja e lopës së çmendur, dioksina, të gjitha këto kanë qenë probleme të cilët kanë tronditur Bashkimin Evropian. Në 2010 ka nisur në BE? Po, për herë të parë. Po pra, që të mos e ngatrojmë me Shqipërinë. Jo, prandaj, për herë të parë ka nisur në 2010-ën. Dhe çështja ishte për të patur një perceptim të konsumatorëve për sa i përket sigurisë ushqimore, për sa i përket mënyrave të informimit të konsumatorëve dhe çfarë besimi kanë ato tek autoritetet. Dhe në vitin 2019, kur vërtet shumë gjëra ndryshuan edhe në strategjinë e komunikimit të EFSA-s në sajt të Eurobarometrit të parë, në 2019-ën, krahas vendeve të Bashkimit Evropian është përfshirë dhe Shqipëria, që do të thotë
Viti 2025 është viti i tretë në të cilin Shqipëria është përfshirë në Eurobarometrin. 2019, 2022, po që Shqipëria është intervistuar në 2023-shin, po quhet Eurobarometri 2022 dhe 2025. Është viti i tretë. Janë një po një jo? Jo, nuk ka lidhje. Do me thënë, çfarë do të thotë Eurobarometri për EFSA-n, për Komisionin Evropian dhe për gjithë strukturat e sigurisë ushqimore? Do të thotë që të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, ku paralelisht dhe vendet tona IPA, të gjitha rezultatet e Eurobarometrit i kthejnë në detyra shtëpia. Që do të thotë janë kthyer për EFSA-n në ndryshimet të strategjisë së komunikimit, në ndryshimet të vlerësimit të riskut, për institucionet të cilët janë autoritetet që bëjnë pjesë autoritetet e sigurisë ushqimoreve të vendeve anëtare, ka ndryshime legislacioni, procedura, të gjitha qasjet që ofron Eurobarometri kthehen në strategji, në ndryshime ligjesh, në struktura të reja, prandaj nuk ka një rregull një vit po, një vit jo, por është organizuar në këtë mënyrë deri tani. Se për shembull nga 2019-a, do me thënë nga 2010-a në 2019 janë shumë vite. Në 2022 ishte një kërkesë e madhe për të parë si ka ndikuar Covidi. Ishte shumë e rëndësishme dhe prandaj me njëherë u realizu 2022-shi. Pastaj 2025-a. Nëse do t'ju hymë shifrave, po themi, po nis me pyetjen e parë dhe regjia mund ta ndihmoj edhe me nishin e Shqipërisë, ka një rritje të ndoshta të kujdesit shqiptarëve me 10% krahasuar me Eurobarometrin e më përparshëm, në lidhje pra, pyetja është, kur blini ushqim, cilët nga faktorët e mëposhëm janë të rëndësishëm për ju? Dhe siguria ushqimore është 74% për shqiptarët dhe krahasuar pra në mos gaboj nga 64. Nga 64 është 10% më shumë se sa Eurobarometri tjetër, duke lënë mbrapa edhe çmimin, ndërsa Bashkimi Evropian në lidhje me sigurinë ushqimore, pra 46% kanë thonë të pyeturit në BE, që është çështja e sigurisë ushqimore, 60% e europianëve e lidhin me çmimin, koston dhe 47% me sigurinë ushqimore, edhe atje 5% rritje. Çfarë tregon kjo? Ka një sensibilizim, një ndërgjegjësim më të madh? Nëse bëjmë raportin me Shqipërinë, ka një sensibilizim më të madh. Nëse duam të krahasojmë me Bashkimin Evropian, ata e quajnë pak të vetkuptueshme që siguria ushqimore është një çështje që i takon institucioneve, i takon operatorëve të biznesit, i takon organizatave dhe ushqimi që na ofrohet ne është një ushqim i sigurt. Ne për arsye dhe të shumë aktiviteteve të zhvilluara nga institucionet, nga organizatat jo fitimprurse, emisionet të ndryshme, mediat, të gjitha këto kanë bërë që vëmendja ndaj sigurisë ushqimore tek ne të jetë rritur nga 64 në 74%. Zona Drazho, si ka parë autoriteti kombëtar i ushqimit këtë Eurobarometër dhe ndërkohë ju po vini nga EFSA, sepse jeni koordinatorja. Atëherë për autoritetin kombëtar të ushqimit, patjetër që merr një vlerë shumë të veçantë kjo gjë, sepse tregon që përveç punës tonë, punës ndoshta të aktorëve të tjerë të lidhur me sigurinë ushqimore, organizatat jo fitimprurse, madje dhe oponenca që na ka ardhur jo pak herë nga mediat, tregon që kanë nxitur një mendim kritik te konsumatori shqiptar, madje do thoja edhe te prodhuesit apo operatori i biznesit ushqimor, duke bërë që shqiptarët në përgjithësi të sjellin në fokus shumë të veçantë sigurinë ushqimore, por jo vetëm, sepse po të shohim pikat me radhë, e dyta për nga rëndësia ose nga përqindja, vjen përmbajtja e vlerave ushqyese, gjë që fillon të tregon një ndërgjegjësim shumë të lartë të konsumatorit përveç pjesës së sigurisë, por edhe lidhur me pjesën e cilësisë të produktit të cilin ata konsumojnë, përmbajtja e proteinave, e yndyrës, e sheqerit, ndoshta duke bërë zgjedhje pak më të zgjuara sesa deri më përpara. Por po të shohim me vitin 2019, ka qenë 63% përmbajtja ushqimore në interes dhe në vëmendje të konsumatorit dhe ka një rënje nga 46% në 2022 në 45% në 2025.
Dhe, natyrisht që përmbajtja ushqimore në momentin kur ka më kritike vëmendje siguria ushqimore, bën sens që të mos jetë në të njëjtën vlerë. Por ka një ulje dhe është pothuajse mbas etikës dhe bindjeve fetare, është e dyta që ka një ulje nga viti 2019. Shqipet dhe lëvizin, duke patur parasysh përqindje, janë përqindje në peshë, totali të anketuarve, parimisht më kryesor jashtë siguria ushqimore. Ndërsa në Kosovë, përveç shijes, tjeret janë me rritje dhe çmimi është njësoj, e njëjta përqindje, do shkoj tek zonja Dibrani. Edhe për ju, e njëjta pyetje si për Valbonën apo kolegen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Zorin Drazho, në lidhje me situatën në Kosovë, pra, çfarë tregon ky Eurobarometer? Ju sigurisht i keni parë shifrat, pra shija është me 1% ulje, tjerat janë me rritje, pavarësisht se të vogël, dhe siguria ushqimore është vetëm 52%, çmimi 44 sa që ka qenë vitin Eurobarometrin e kaluar, përbërësit, vitaminat e tjerat janë me rritje 39% në Republikën e Kosovës, se nuk po lexoj gjitha me radhë. Sigurisht një pjesë ka një shumë pak ndryshim, 11 me 14 me Bashkimin Evropian, madje diku më lartë 25 me 14. Përsa i përket Kosovës, Kosova është viti i dy që është u bë stimi Eurobarometrit, është bërë në vitin 2022 dhe tash vitin 2025. Edhe shihet që është një rritje e cila është mjaft e kënaqshme për Kosovën që paraqet goxha vlerat njëjta me Bashkimin Evropian. Kështu që konsumatori kosovar është shku drejt bindjeve të Bashkimit Evropian dhe është u ngrit vedia e konsumatorit shqiptar lidhur me sigurinë ushqimore. Unë çka kisha dashur me cekë është se përsa i përket kostës kena vlerat njëjta, pasi që në farë forme kemi çmime të njëjta rreth kësaj pjese. Po bu që kam kalon përshtypje u konë të ndikimi në mjedis, jo që ka pas një ngritje shumë të lartë, po shihet që konsumatori kosovar ka fillu edhe me pa që edhe ndikimi në mjedis përsa i përket sigurisë ushqimore ka një rëndësi mjaft të veçantë. Edhe mujna me cekë që në Kosovë siguria ushqimore dhe origjina kanë qenë prioritetet kryesore, ndërsa përsa i përket Bashkimit Evropian, Kosova ka pas një ngritje më të lartë, ndërsa pse Kosova jetesës në Bashkimin Evropian është pak më e lartë sa në vendin tonë. Por është e rëndësishme me cekë që këto shifra për Kosovën janë mjaft rëndësishme pasi që shihet që ndërgjegjësimi i konsumatorit kosovar është u rritë secilën herë dhe të shku rreth ndërgjegjësimit si konsumatori i Bashkimit Evropian. Në fakt, në Kosovë e çuditshme sepse ka pasur një rritje masive çmimesh, paktën për produktet ushqimore dhe ato të shportës gjatë 2025-s. Madje ka pasur reagime diku nga shoqëria civile për çështjen e rritjes së çmimeve, por në lidhje me sigurinë ushqimore patjetër që ka këtë rritje, por për zotin Kadriu, a është siguria ushqimore në Kosovë në nivelet e duhura për t'ju përgjigjur 46%, 52%, falni, që kanë, domethënë, edhe kjo është më rënje, nga 52, ka qenë 57, është 52 si vjetë. Po, këto, unë barometrin e shok se i një mjetë jashtëzakonisht të rëndësishëm që ne si autoritet, sidomos autoritetet që zbatojnë rregullat për sigurinë të ushqimit, të shohim se si konsumatori na shef neve si autoritet, të si e shef industrinë ushqimore në përgjithësi. Domethënë, pyetjet janë ashtu të dizajnuara që të marrim shumë informata nga konsumatori, që me të thonë të drejtën do të duhej që vetë ne autoritetet ta bëjmë një sondazh të tillë, ta bëjmë një barometër të tillë, mirë po ja që EFSA është kujdesur për këtë punë dhe na ka dhënë informata të mjaftueshme ta shohim se me çfarë syri na shef konsumatori, edhe neve si autoritet që zbatojmë rregullat, por edhe industria si industri ushqimore se si qëndron para konsumatorit. Unë jam jashtëzakonisht i kënaqur me këtë barometër, edhe pse kisha dashur që në pjesën ku parashtrohen pyetjet lidhur me agende të ndryshme që ndikojnë në sigurinë ushqimore, pam që niveli i piturisë lidhur me parametra të ndryshëm
me rreziqe të ndryshme është jashtëzakonisht i vogël në krahasim me të Evropës, kisha pas dëshirë që të marrim masa që ato agentët që të shpjegojnë më mirë në media ose në mënyra të ndryshme konsumatorit që ta kenë vëmendjen domethënë më të madhe. Kjo pse konsumatori i jep rëndësi më të madhe sigurisë ushqimit gjatë blerjes së produktit ose më pak rëndësi sigurisë ushqimore, varet prej shumë faktorë, disa prej tyre vetëm se i përmendet çmimi, trendet të ndryshme kështu me radhë, mirë po duhet patjetër ta ceku nga aspekti profesional që rreziqe të ndryshme gjatë këtyre viteve që kemi pasur, sidomos me smundjet e kafshëve, ndikon që konsumatori ta ketë një alert më të madh rreth të ushqimit, sidomos kur ndëgjojmë çdo herë gripi i shpezëve në Evropë ose smundja e ruminantëve të vegjël apo derave të egër ose derave të butë. Këto do me thonë japin informatat të cilat e sensibilizojnë konsumatorin patjetër me lidhje me ushqimin. Qartë, ka 83% e shqiptarëve të Kosovës thonë që janë të interesuar për sigurinë ushqimore, ndërsa për të njëjtën pyetje 72 është e Bashkimit Evropian, krahasu me Kosovën, 86 në Shqipëri, po 72 Bashkimi Evropian. Pra ka një rritje të interesit ndoshta për sigurinë ushqimore. Faktikisht barometri tregon që ka ulje. Në 2026 kishte 57% konsumatorët gjatë përgjedhjes vëmendjen e ka të siguria ushqimit, mirë po unë e thash. Kur e pyesin nëse ai personalisht i interesuar për temën e sigurisë ushqimore, janë shifra që sapo përmenda. Po, mirë. E vërtetë është që ato po sa e thash që raportet të ndryshme që ne kemi gjatë vitit me mediat, ato e ngrisin interesin e konsumatorit të japin vëmendje më të madhe gjatë blerjes të ushqimit. Dhe për shkoj edhe një moment tek zonja Dibrani, sepse shumë shkurt foli në lidhje me bashkëpunimin e saj si pika kontaktit e EFSA-s me AUV-in, edhe pas këtij raporti, pra pas këtij Eurobarometri, nëse duhet ndryshuar diçka, bashkëpunimet, kontaktet që keni me AUV-in dhe zoti Kadriu është po themi një ndër themeluesit e AUVK-s. Ore si pikë kontaktit është gati që një veç janë si pikë kontaktit e EFSA-s, edhe unë që EFSA është një ndër organizatat më të rëndësishme dhe bashkëpunimin më të mirë që e kena me Agjencinë e Ushqimit edhe Veterinarisë. Bashkëpunimi mes agjencisë dhe EFSA-s, unë mendoj që secilën herë është u rrit më shumë, sidomos këto analiza që janë të u bë secilën herë dhe këto fakti që Kosova është përfshi prapë në vitin e dytë në këtë Eurobarometër tregon që bashkëpunimi i saj është të vazhduar shumë mirë me Agjencinë e Ushqimit edhe Veterinarisë. Po çka mendoj unë që do të më zhvillu hala më shumë është komunikimi mes EFSA-s dhe agjencisë, ndonë me qenë bashkëpunim në mënyrë të vazhdueshme, që mos më ndal asnjëherë edhe këto rezultate që janë marrë për Eurobarometrit të EFSA-s, mu përdor direkt nga agjencia jonë dhe më po që ku është më i interesuar konsumatori jonë ose çka e blen më shumë ato. Për sa i përket interesit që përmendëm tek pyetja e dytë, e pam që në Kosovë ngritja e nivelit për njohurinë për sigurinë ushqimore është më e lartë sesa në Bashkimin Evropian. Unë mendoj kjo ka ndodhur për shkakun se në Kosovë njohuritë për sigurinë ushqimore kanë ardhur pak më vonë se në Bashkimin Evropian, edhe që ka ndikuar që kosovarët me qenë pak më vonë të bërë mund për sigurinë ushqimore, që e cila ka ndikuar që në këto vitet e fundit ndoshta konsumatorët kosovarë mu interesu më shumë për sigurinë ushqimore dhe më marrë më shumë informata, pasi që vitet e kaluara nuk është që i ka pas shumë të informata lidhur me sigurinë ushqimore. Qartë. Dhe për pasur tjera statistika, ndoshta më pozitive, do duhet që AUV të kishte një strategji komunikimi me konsumatorët më efikase për ndërgjegjësim dhe bashkë me Ministrinë e Bujqësisë të Kosovës për konsumatorët, pra fushata ndërgjegjësimi, edukimi, të cilat mund të bënin që vitin e ardhshëm të ketë më përgjigje të tjera, përqindje të tjera më saktë.
Është shumë normale që pushatat e ndërgjegjësimit gjithmonë do të më rritë në nivel më të lartë se sa që janë, po nuk është që Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë nuk është të zhvillu pushatat e ndërgjegjësimit, sidomos lidhur me smundjet e kafshëve. Por mendoj që duhet me konë komunikimi me konsumatorin, duhet me konë pak më i shpejtë sa që është, në mënyrë që konsumatori mu informu direkt lidhur me smundjet që janë të ndodhur, qoftë në Kosovë, qoftë vendet e IPE-s apo në vendet e Bashkimit Evropian. Me që problemi kryesor është që komunikimi nuk është mjaftueshëm i shpejtë. Qartë. Po, Buna. Unë jap të drejtë në pjesën e rritjes interesit për këtë temë dhe ky është impakti i informacioneve që sjellin institucionet, që sjellni ju si media. Unë ju dilni çdo javë gati me temat sigurisë ushqimore dhe sa më shumë konsumatori dëgjon, aq më shumë rritet interesi për sigurinë ushqimore. Unë nuk besoj që në vendet e Bashkimit Evropian të ketë kaq shumë informacion nga institucionet, nga mediat, shpesh dhe informacion jo reale, që rëndësi ka, por që të bëjnë ty që të rritet shkalla e sigurisë ushqimore. Dhe prandaj dhe përgjigjet dhe për Shqipërinë thonë 86 nga 84 vite e kaluar dhe është ulur ata të cilët nuk kanë interes, që tregon që konsumatori po merr informacione dhe ta shohin dhe më mbrapa nga shkalla e informacioneve që marrin nga burime të ndryshme dhe prandaj dhe rritet interesi për temën e sigurisë ushqimore. Dhe konkretisht tek pyetja 3, kapitulli 2, ju lutem të tregoni për cilën nga temat të mëposhtme keni dëgjuar. Dhe për aditivet ushqimor 44 në Shqipëri, 71 në EU, mbetjet e pesticideve në ushqim 55 në Shqipëri. Në fakt nuk e di sa reale janë, se nuk e di nëse ka shqiptar që s'ka dëgjuar për pesticidet. Por në faktën në këta 1002 që janë pyetur, më fal jam tek po për Shqipërinë, jam rregull. Smundjet e gjetura në kafshë që ndikojnë pastaj edhe në shëndetin human 47, antibiotik, hormone, steroide dhe mbetje në ushqime 50, 64 BE, pra jemi gjithkund më pak, domethënë se BE-ja, mikroplastika gjetur në ushqim 63% EU, 33% ne. Të gjitha janë me rritje. Për sa i përket temave të mëposhtme, të gjitha janë me rritje. Ajo për cilën unë personalisht vë vlerë, përveç se pesticideve, hormoneve, ngjyrusve, gjithë të tregues, prania e baktereve rezistente ndaj antibiotikëve në ushqim. Është një gjë e re për Europën, është një gjë e re për botën dhe që nga 18% në 32% në 2025-ën të ketë një rritje të tillë tregon që tashmë edhe për këtë temë shumë delikate, për antibiotiko-rezistencën, për të cilën që shpesh thonë është pandemia e dytë botërore, sepse të gjitha ato antibiotik që ne konsumojmë dhe marrim nga ushqimet përbëjnë për organizmin tonë atë rezistentën për ndaj baktereve të ndryshme. Kështu që për mua të gjitha janë në rritje për Shqipërinë dhe i bëj vlerë edhe njerë, okej, shumë vlerë edhe mbetja e pesticideve, nëse për 2025 nuk do të kishte një nga këto tema ta kishin dëgjuar, do ishte shumë e pa besueshme se kemi folur, kaq shumë është folur për të gjitha këto tema, por thash dhe një herë edhe shumë theksin edhe të rritja e përqindjes nga 18 në 32 për antibiotiko-rezistencën. Dhe shqetësimi juaj për sigurinë ushqimore, ju lutem mund na thoni se cila nga këto pika ju keni dëgjuar më shumë dhe kur bëhet fjalë për sigurinë ushqimore, mbetjet pesticide, antibiotik, hormone këto mish. Tani autoriteti kombëtar i ushqimit. Sigurisht EFSA e bën të pavarur këtë. Po, është e pavarur. Pikat e kontakteve. No, është ballë për ballë. Është ballë për ballë, face to face me se ne s'kemi ditur asgjë për këtë. Dhe se keni edhe as Kosovë dhe as në asnjë vend. Jo, në asnjë vend. Si e ka parë AKU pra për pyetjen konkrete këtë, sepse situata në perceptimin e publikut nuk është as pak e mirë, po të pyesësh njerëzit në rrugë, të gjithë ose vox popet e televizioneve, të lajmeve ndryshme kur i pyet njerëzit në treg çfarë po blini, të gjithë thonë
po na vrasin, po na helmojnë, ka pesticide, ka hormone, etj. Ndërkohë në Eurobarometër del ndryshe. Atëherë, çështja e mbetjes së pesticideve në produkte ushqimore, po shohim dhe vlerat aty është afër me përqindjen që zë shqetësimi nga helmimi ushqimor. Tani helmimi ushqimor patjetër që ka dëme të ndoshta edhe të pariparueshme me raste për shëndetin e njeriut, por dhe mbetja e pesticideve nuk është më mbrapa. Vim nga një periudhë, po ta kujtoni nga dhjetori vitit kaluar, që filluan lajme dhe patjetër që ishin të vërteta dhe shqetësime shumë të mëdha lidhur me praninë mbi normë të mbetjeve pesticide në fruta perime. Filluan me mandarinat, vazhduan specat, lule shtrydhe dhe të tjera. Tani kjo patjetër që rrit shkallën e shqetësimit, sepse ta thuash edhe pyetja thotë kush ju shqetëson më shumë nga këto tema, antibiotiku dhe hormoni patjetër, sepse një antibiotik që mund të përdoret për të shëruar diçka ose për të kuruar diçka te një kafsh, mund të ketë efekt të kundërt për njeriu. Tani këtu lidhet dhe një problem tjetër, te pesticidet, përveç përdorimit të pesticideve të lejuara dhe në sasi të lejuara, sikundër parashikohet nga rregulloret të cilat janë të miratuara dhe të publikuara në faqen e Ministrisë së Bujqësisë, vjen një problem shumë i madh me karencat, pra me afatin që i lihet reagimit të antibiotikut ose të pesticidit në produkt përpara konsumit ose para se ai të jetë i gatshëm për konsum, i përshtatshëm për konsum më saktë. Këtu tani lidhet një bashkëpunim ndërinstitucional që kemi pasur dhe me autoritetin kombëtar për veterinarin dhe mbrojtjen e bimëve, gjithmonë në kuadër të ndërgjegjësimit dhe edukimit të fermerëve, të cilët ndoshta mund të jenë aktorët kryesor lidhur me këtë problematikë. Një gjë kisha për të shtuar, kur vjen puna që konsumatorët janë pak të frustruar, mediat me të gjithë vlerën e madhe pozitive që ka, nxjerr shpesh, para se të hynim këtu, diskutuam që del një lajm, AKU-ja publikon, kthehen mandarina, mos kthehen mandarina, në një kohë që në asnjë nga burimet e AKU-s kjo nuk është. Që do të thotë shumë shpesh, pavarësisht realitetit edhe me mbetjet e pesticideve, kemi dhe informacione të cilët e konfondojnë konsumatorin dhe kjo sjell pastaj edhe shqetësimin edhe ajo që mua më dhëm për të thënë vërtetën, shkon edhe deri tek fermeri shqiptar. Sepse në fund të fundit, bujqësia, eksportet kanë një vlerë të madhe dhe një lajm i tillë shkon edhe ka një efekt negativ edhe për fermerin shqiptar, për bujqësinë shqiptare. Shkojmë një hapësirë shkurtër publicitare, mos u largoni nga Ora News. Jemi sërish në alert dhe po flasim për Eurobarometrin e Autoritetit Evropian të Sigurisë Ushqimore për vitin 2025. Për Shqipërinë dhe Kosovën po flasim sot. Do shkoj sigurisht sërish në Kosovë, në Prishtinë, pra me zonin Yll Kadibrani dhe zotin Flamur Kadriu, për të diskutuar për pjesën e Kosovës, për këtë barometër dhe për rreziqet sipas barometrit që shqetësojnë më shumë shqiptarët e Kosovës. E nisim me Yllken. Për t'i komentuar pak nga pak rritjet, ku ka rritje dhe ku ka rënje. Për sa i përket temave pjesës ku shqetësohen më shumë shqiptarët, siç e përmendi edhe Valbona më herët, vlerëhet një rritje prej vitit 2020 në vitin 2025 në gjitha pjesët, sidomos tek mbetja e pesticideve në ushqim, edhe tek smundjet që gjenden tek kafshët, ku prej 27% në vitin 2022 është rritur në 40% në vitin 2025 për smundjet e kafshëve dhe mbetja e pesticideve prej 20 deri në 30. Edhe pse nuk janë ndoshta shifra shumë të kënaqshme për sa i përket krahasimit me Bashkimin Evropian, sepse prihet që në Kosovë njohuria është dikon në përgjithësi në gjitha temat është në 40%, ndërsa tek pjesa e Bashkimit Evropian është 60 deri në 70%, por mund të themi që janë shifra të kënaqshme nëse krahasohen me vitin 2022, pasi që secila prej shifrave vrehet se ka një tendencë të rritjes. Mendoj që tek mbetja e pesticideve është shkaku që jemi më të shqetësuar është edhe mirë informimi nga Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë lidhur me fushata të ndryshme, por edhe me kontrollimin dhe monitorimin nga inspektorati i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë. Është për sa i përket te kafshët, mund të themi se edhe smundjet e kafshët edhe në Kosovë, pjesë është më mirë më me fol Flamuri tek smundjet e kafshëve që ka një ngritje
në shtatet smundjeve të kafshëve në Kosovë, por që menaxhimi i smundjeve është duke bërë në nivel mjaftueshëm të mirë dhe smundjet janë duke u menaxhuar mjaft mirë. Përsa tek pjesa e sigurisë ushqimore, mund me thonë që konsumatori kosovar është të shku drejt një ndërgjegjësimi edhe etika e mënyrës së blerjes dhe konsumit të ushqimit është mjaft e mirë. Për çka kisha dashur me cek tek Agjencia e Ushqimit të Veterarisë është që monitorimi duhet më bëhe në nivel më të lartë për shkak se problemi kryesor me pesticidet është ndoshta mbi përdorimi i tyre nga fermerët edhe mos rregullimi i karencës edhe dalja e afatit të produkteve të pesticideve. Probleme që na shqetësojnë edhe në Shqipëri. Fjala për ju, zoti Kadriu, ndërkohë interesant është që në lidhje me produktet për ambalazhin në kontakt me ushqimin edhe në BE, përqindja shumë e ulët. Ndërkohë është një komponent mjaft i rëndësishëm i sigurisë ushqimore dhe që në fakt fatkeqësisht në Shqipëri, për Kosovën nuk e di, por nuk besoj të jetë më mirë që ka një kujdes shumë të ulët për këtë pjesë. Kështu, unë e kisha dashur të kthena te barometri. Barometri do me thonë është një sondazh që është bërë qytetarëve, konsumatorëve lidhur me tema të ndryshme. Barometri nuk e tregon si është situata e vërtet reale në teren, po se si është konsumatori situatën lidhur me sigurinë ushqimore në vend. E përmenda dhe më herët dhe prapë po them këtu më konkretisht te barometri, do me thonë është ngritje e vëmendjes të konsumatorit të pesticidet. Do me thonë shqetësimi i tyre lidhur me pesticidet është i ngritur, edhe është i ngritur shqetësimi i konsumatorit për sa i përket smundjeve të kafshëve. Pikërisht janë këto dy shqetësime për andën që kanë qenë nëpër media dhe ka pas raste të cilat janë përmendur. Do me thonë konsumatori nga burimet të ndryshme të informatave ju ka ngritur interesimi të ndëgjoj lidhur me pesticidet edhe të ndëgjoj për smundjet të kafshëve. Ishim raste e përmendi edhe kolegja nga AKU-ja, rastet me mandarinat të cilat gjitha alertet që ndodhin në Shqipëri vinë edhe tek ne patjetër për shkak të importit të pemëve dhe perimeve që kemi nga Shqipëria. Prandaj edhe te ne në media shkojnë raportimet, shkojnë lajmet se janë kthyer mandarinat, janë bërë ato specat e kështu me radhë, prandaj edhe konsumatori e ngrit shqetësimin lidhur me pesticidet. Edhe atë tjetrën që e thash, gjatë tërë vitit kemi pas shpërthime të smundjeve, ose në vendet tona, ose në Bashkinë Evropiane, kështu që konsumatorit i mbetet në mendje se ka smundje të kafshëve, prandaj edhe ngritja e shqetësimit është më e madhe. Që do me thonë që na kemi shumë pesticide në treg, që do me thonë që ne kemi smundje të mëdha në fermat tona. Kjo është perceptimi që e ka krijuar konsumatorin nga lajmet që i japim kohë pas kohe. Dhe në fakt edhe në lidhje me informacionin se ku e marrin në Kosovë, dhe pastaj po kthejmë me të njëjtat shifra dhe në Shqipëri, televizioni është 54%, 7% rritje në Kosovë, mas e kam dikuar nga që bëja emisionin tjetë atje. Pse jo? Fatkeqësisht nuk e bëra dot edhe këtë sezon. Kurse në Shqipëri është 77%. Në Shqipëri, në Kosovë 54%. Diçka afër BE-s 55 BE-ja, bisedat e ndryshme në familje, miqë e tjera 42%, interneti 10% në Kosovë, se ka qullet Kosovë, pra të kërkuarit në internet, me 5% me rritje nga viti kaluar, mediat sociale tjera 26%, newspaper, gazetat dhe tjera online, gazetat në print online 11%, me që të tash s'ka gazeta online. Kjo është situata në Kosovë. Në Shqipëri, të tjetë aty e njëjta në fakt. Por, kemi këtu shifrat e medjave, statistikat, nëse i gjej tashmë, mes dhjetra. Megjithatë, televizioni është 77% Albona në Shqipëri, 63 ka qenë,
familja, miqë, kolegët e tjerë 57 me 50 më përpara, 56 me 24, si që ka qenë më herët, janë rrjetet sociale, platformat online. Fakt që gjithë shqiptarë në Facebook e Instagram i se kuptoj pse ka shifër e ullët. Megjithatë nuk është tregues. Varet çfarë kërkojnë. Për të thënë vërtetën, shumica jonë marrim dhe ndjekim emisione të ndryshme dhe media të ndryshme organizojnë emisione për sigurinë ushqimore. Jo vetëm në momentet kur ka shpërthime, kur ka raste me vlera të kaluara mbi normë, por emisionet për sigurinë ushqimore janë rritur. Unë mora shembullin tuaj me që ju e bëni çdo javë këtë emision, por të gjitha mediat kanë një rritje të vëmendjes dhe nga ana tjetër shoh rritjen te familjarët, sapo ulemi, sapo takohemi, çfarë blen ti, ku ble unë, ku jam më i sigurt, domethënë me njerë bombardohesh nga pyetje të ndryshme kur takohesh me miq, me familjar, sepse në fund të fundit duke filluar që nga fëmia deri te mosha e tretë, vëmendjen kryesore e kemi tek ushqimi, po dhe rrjetet sociale kanë informacion të shumt. Nuk di them, po, nuk dua të them gjithmonë të drejtuar drejt problemit ose me informacione të cilët të japin një drejtim ty si konsumator, por është burim. Flasim për burim kryesor. Nëse i besueshëm apo jo, është çështje tjetër. Por unë dua të ndaloj pak tek websajtet e institucioneve, tek autoritetet publike. Për të thënë vërtetën, ka një ulje, është një lloj si me BE-n, po ka një ulje e cila mua personalisht nuk më bën sens. Për faktin se nëse flisnim para 2 viteve që websajtet e institucioneve ekzistonin vakët ose nuk ekzistonin, tashmë jemi të gjithë koshient që institucionet kanë websajtet me informacione, jo vetëm për sëmundje, por edhe për vlera ushqyese kur vjen puna për ushqimin ose për të gjitha rastet e fushatave. Unë dua të them vetëm për shembull 2 fushatat fundit që EFSA për vitin 2025 po zhvillon dhe Shqipëria është anëtare në të dyja këto fushatat, që është si për sigurinë ushqimore, ashtu dhe për shëndetin e bimëve. Dhe këto janë të pasqyruara në websajtet, në mediat sociale. Më duket pak shifër e habitshme që ka një ulje me 9% për websajtet e institucioneve. Domethënë kjo ishte pjesa që më bëri mua përshtypje. Po shiko, shumë njerëz mund edhe të mos kërkojnë websajtet, ky është problemi. Pra, në qoftë se flasim për shumë pak njerëz që kërkojnë www.aku.gov.al ose faqen e au.viz.rks.net, se si është fix. E kuptoj. Dhe janë prirur më shumë se çfarë publikohet vetëm në rrjetet sociale. Megjithatë, edhe rrjetet sociale tani edhe institucionet i kanë ato, pavarësisht se si shfrytëzohen. Atëherë, këtu për shembull doja të bëja një ndërhyrje me pjesën e internetit, nëse flasim dhe televizionet, ka të bëjë me kërkimin aktiv ose pasiv. Nëse unë jam shumë e interesuar për çështjet e sigurisë ushqimore, nuk flas si pjesë akuste, si konsumatore, atëherë unë vetë do kërkoj në search, në engine. Dhe tani, në search, në momentin që unë kërkoj një herë, kërkoj 2 herë, vetë algoritmi fillon më nxjerr lajme për sigurinë ushqimore. Po nëse unë nuk kërkoj, unë ndjek e zëm granitin si personazh publik. Atëherë nëse graniti nxjerr diçka lidhur me sigurinë ushqimore, e lexova. Nëse jo, pastaj do lexoj atë që më serviret. Ajo që unë jo se shqetësim, po ndoshta që u diskutua në fakt edhe në Parma, në takimin e EFSA-s, po të vëshre, janë shifra shumë të ulta të burimit të informacionit kur flet për revista shkencore apo evente të tilla si leksione, seminare dhe workshope, të cilat ndoshta duke qenë se organizohen kryesisht nga universitete ose që hartohen nga persona të cilët janë në procese doktoratura apo titull të tjerë shkencor, unë mendoj personalisht që janë burime dhe më të paanshme, se sa institucionet, se sa mediat, se sa ndoshta aktorët e tjerë të përfshirë në sigurinë ushqimore. Kështu që mirë po kjo nga ana tjetër lidhet dhe me një fakt, sepse janë ndoshta informacione pak të komplikuara dhe gjua akademike dhe mënyra se si serviren
nuk janë lehtësisht kuptueshme, kuptueshme ose ndoshta edhe të tretshme nga një publik i gjerë. Për këtë arsye, komunikimi i riskut kohët e fundit po tenton drejt një gjuhë shumë të thjeshtë, shumë të shkurtër dhe koncize, në mënyrë që të jap mesazhin sa më shkurt dhe sa më qartë për konsumatorin e zakonshëm, që varet edhe një marrë zgabimi në këtë rast për gjitha pyetjet flas këtu, sepse varet kush janë të anketuarit. Gafin, do me thonë, në qoftë se janë njerëz të lidhur me fushat, ndoshta që kanë studiuar se që punojnë, ose që kanë dikë që punon në vit të parë me sigurinë ushqimore, patjetër kanë më shumë informacion se sa dikush tjetër që nuk e ka fokus primar, kështu që duhen parë pak a shumë të gjithë faktorët në këtë mes. Cila nga arsyet e më sipër me vlen për ju, zgjidhni mes 3 përgjigjeve deri në 3 maksimumi, e marrë, dhe do shkojnë në Prishtinë me këtë pyetjen, e marrë të mirë qenë që e gjen besoj Ylka, e marrë të mirë qenë se siguria ushqimore është e sigurt, pra ushqimit janë sigurta, nuk di mjaftueshëm për të zbutur, për të zbutur, zbatuar, për të shmangur ose zbutur, ulur riskun, falni, nga ushqimi. Informacionin që gjej shpesh herë është teknik dhe shumë kompleks, kryesisht në websajtet e institucioneve, më mungon koha tjera dhe pastaj po bëjmë krahasimin edhe me Shqipërinë me të njëjta shifra. Informacioni që gjej për sigurinë ushqimore nuk është tërheqës. Si ju duke këto përgjigje ju për një perceptim publiku të Prishtinës, se ndoshta EFSA aty është përqendruar, gjithsesi nuk e dim asnjë. Para se me kalu të kjo pyetje, kisha dosh pak më lidh me kolegët lidhur me pjesën e informimit. Në Kosovë, për dallim nga Shqipëria, vret që ka një rritje tek niveli informimit nga faqja e internetit përkatëse nga faqja e ushqimit të veterinarisë. Jo një ngritje shumë e lartë, por prej 23% është ngritur në 28%, gjë e cila tregon tregues mjaft mirë për aftësinë e ushqimit që komunikimi me qytetarët është duke bë, ndoshta më të mirë komunikimi lidhur me qoftë me smundjet për siguri ushqimore apo informatat e tjera është tu ofru shumë më shpejt qytetari kosovar. Ndoshta problemi kryesor është, siç thanë edhe kolegët, është se ndoshta informacioni është tu servu mjaft i komplikuar, por që në Agjencinë e Ushqimit dhe Veterinarisë po flasën në Kosovë, se cilën herë informata është tuar më e shpejt edhe informimi po është më i saktë dhe më në kohë. Nështë kjo komplikuar edhe ngritjen e kësaj përqindje, jo në është nivel të kënaqshëm, por që është me një rritje prej 23 në 28%. Ishte për sa i përket pyetjes cilën e përmende, është se duhet më ceka se ka një ngritje të niveleve në vitin 2022, në vitin 2025, ku shihet se informacioni për sigurinë ushqimore tek pjesa që është më komplekse, siç e cekëm edhe më herët, është ngrit prej 18 në 27%, është konsumatori kosovar është interesuar me ditë për sigurinë ushqimore, por informacioni është komplikuar edhe jo secili konsumator është mjaftueshëm i ditën, kisha me thonë sa me pas qasje direkte në këto informata për sigurinë ushqimore dhe janë mjaft komplikuar për ta për me i kuptu. Kështu që mendoj që institucionet tona duhet me paraqit informacionin si më të thjeshtë në mënyrë që me shkruaj te secila palë ose te secili qytetar, pa marrë parasysh edukimin apo shkollimin e tyre për sa i përket sigurisë ushqimore. Qartë. Në fakt, kryesisht në faqet e autoriteteve tona të sigurisë ushqimore publikohen kryesisht njoftime vetëm pasi ka ndodhur diçka pas një suksesit rastit të 2 institucioneve AUVK apo AKU në Shqipëri dhe fushata ndërgjegjësuese, edukuese janë disi të vakta, për të mos thënë afër zeros, përveç në raste sporadik. Ndërkohë, zoti Kadriu, unë mendoj, ky është ndoshta mendimi imi që nëse ka ndikuar diçka në perceptimin e qytetarëve të Kosovës për pjesën e sigurisë ushqimore, janë ato lajme që janë publikuar në lidhje me masa që ka marrë AUVK-ja të her pas hershme. I fundit ka qenë, mos gaboj, historia e peshkut, por ajo ishte pak historie koklavitur. Unë në fakt e kam ditur që ka një problem që në muajin shkurt ose mars në Kosovë, po nuk isha kohë të merresha gjatë. Por edhe lajme tjera kur bllokohen produkte, ju publikoni emrin e kompanisë, publikoni fotot produktit, lote, masa që merren kur ka smundje kafshësh në rajon, për shembull siç është rasti i fundit që keni bllokuar importin
e kafshë nga Malizi edhe nga Gjermania, me blutangu është në Malzi, në Gjermani nuk e gripi shpendëve. Gripi shpendëve, okej, po, ka shpërthyer në Gjermani gripi shpendëve. Që ndoshta gjitha këto edhe punë, sigurisht, por edhe publikimet e tyre kanë rritur perceptimin ose besimin e publikut të Kosovës tek një siguri ushqimore më e lartë? Po, shefe, të këtena të pyetja më pashme, ka ngritje i konsumatorit, do më thonë, ka ngritje në shikimin e vetëpaqes institucionit, do më thonë, institucionit tonë, të shef më shpesh vetëpaqen bile është më e lartë se ajo në Bashkinë Evropiane, se sa shpesh, do më thonë, merr informata nga ato që ne i japim në përmjet të vetëpaqeve zyrtare. 2 herë në ditë ju aplikoj vetëm unë. Kështu të tregoj. Këto pyetje janë jashtëzakonisht vlefshme për neve. Kjo dhe tregon mënyrën se si konsumatori e merr informatën. Do më thonë, na tregon hapat se çfarë hapat duhet marrim që ta mrimi informatën të konsumatorit. Do më thonë, duhet ta shikojmë, ta analizojmë këtë tabelën jashtëzakonisht mirë, të shohim se çfarë mënyre një konsumatori sotit i merr informatat të duhura. Gjithsesi, edhe mënyrën se si duhet t'ju jepet informata konsumatorit që mos tjetë informata tepër shkencore, tepër juridike apo tepër komplekse që konsumatori në fund të ditës mos ta kuptoj se çka deshtën të themi. Kjo është, domethënë, jashtëzakonisht e rëndësishme, që është edhe qëllimi i një barometri të tillë që na tregojë neve se si të veprojmë që konsumatorit ta ketë informatën edhe me kohë, edhe informatën e duhur, edhe informatën e saktë. Edhe ku ta japim informatën. Besoj që rritja e interesimit konsumatorit ta shef në faqen tonë është ato që i përmendet edhe ju, publikimet që i bëjmë për smundjet të kafshëve, publikimet që i bëjmë punën e eksportit të mishit, përdorimit të peshkut e kështu me radhë. Dhe çka është jashtëzakonisht e rëndësishme që këto janë vetëm rreziqet që ne i tregojmë, asnjëherë nuk tregojmë ndonjë vetëdijim përdorimit të ushqimit, përzgjedhjes të ushqimit, vëmendjes gjatë blerjes të ushqimit, domethënë asnjë emision edukativ nuk e japin ne si institucione e që këtë me qenë jashtëzakonisht i vlefshëm. Asnjë çfarë nuk ishte e fundit, më falë se nuk e dëgjova, asnjë emision informativ? Edukativ. Edukativ. Një kampanjë vetëdijsuese, një kampanjë edukative, një kampanjë informative, jo vetëm kur ka rreziqe ose kur hudhim diçka ose shkatërrojmë diçka ose dënojmë dikën. Qartë, në alert jeni gjithmonë të mirëpritur, unë kam pasur edhe të ftuar nga Kosova, edhe nga Ministria e Bujqësisë dikur, edhe nga AUV kam pasur, po në këtë studio. Online, në fakt, jo fizikisht, sepse është pak e lodhshme për të ardhur nga Prishtina për 1 orë gjysmë emision. Me qenë se shihemi edhe në Kosovë, absolutisht jeni të mirëpritur. Unë kam miq, pa përmendur emra, në AUV, të cilët edhe i kam pasur në emision, ekspert apo profesor të Prishtinës që merren qoftë me bujqësi, qoftë me siguri ushqimore. Kështu që jeni gjithmonë të mirëpritur. Ju, yll ka çdo kolegi juaj që ka diçka të vlefshme që i shërben konsumatorit. I kam pasur dhe vjet në programin që bëja në Radio Prishtina rregullisht. Ai transmetohet në rrjetet sociale me kamera, kështu që por gjithsesi është shumë pak, për konsumatorin është shumë pak, në raport me sigurinë ushqimore të paktën. E vërtet që është shumë pak. Unë e kisha shfrytzuar rastin ta bëj një shpjegim të shkurt. Koncepti i sigurisë ushqimore përbëhet prej 3 pjesëve. Përbëhet prej vlerësimit të rrezikut, menaxhimit të rrezikut, edhe jashtëzakonisht e rëndësishme komunikimit të rrezikut. Atë pjesën e komunikimit besoj që edhe AKU, sikurse ne e kemi jashtëzakonisht të dobët. Nuk jemi duke vepruar në komunikim të rrezikut mirëqen, ne jemi duke e treguar ngjarjet, jemi duke i treguar rastet, mirë por nuk jemi duke komunikuar ashtu parimet siç duhet t'i kemi. Nuk komunikohet vetëm me një zëdhënës ose një person i cili punon në relacion me mediat, edhe t'i jep informatat si të mirëqena ose pa të përpunuara apo jo me një parim i cili
komunikimi e rrezikut e shpjegon. Falënderisht thash prej EFSA-s, rishtat janë duke mbajtur trajnime të ndryshme ku marrin pjesë, domethënë qytetarët tonë, sigurisht edhe nga Shqipëria, që trajtohet tema e komunikimit të rrezikut më saktësisht edhe e cila duhet jashtëzakonisht ta ketë rëndësinë e vet. Po puna. Desha vetëm të shtoj diçka, faleminderit Flamur, sepse ky është një shqetësim i EFSA-s, shqetësim i cili ne si pika fokale në të gjitha takimet që kemi dhe në trajnimet që propozohen çdo fillim viti, komunikimi i riskut po zë një peshë shumë të madhe. Edhe nga ju kanë qenë 4 pjesëmarrës javën e fundit në Parma, por edhe nga Shqipëria ku Polikseni ka qenë një ndër to, dhe fokusi është të edukojmë profesionistët e fushave, qofshin këto të shëndetit publik, të sigurisë ushqimore, të veterinarisë, të gjithë sferave të cilët ata duhet të komunikojnë me konsumatorin në mënyrë teknike. Sepse deri tani qëndron totalisht ajo që thoni ju, deri tani ne kemi qenë, ka një sektor komunikimi, ka disa njerëz të nderuar që kanë profesion për komunikimin, por materialin e marrin nga profesionistët. Dhe pse jo, profesionistët mos jenë burimi direkt i komunikimit për sa i përket çështjeve të ndryshme të cilët lidhen me të gjitha fushat, siguri ushqimore, mbrojtje bimësh, farafidana, shëndet publik, veterinari, me të gjitha, dhe prandaj është fokusuar. Eurobarometri shërben për EFSA-n çdo vit, prandaj ka futur dhe vendet e IPës për të zgjeruar piketat se si do të punojmë me komunikimin dhe me vlerësimin e riskut dhe ku do të përqendrohet strategjia. Prandaj çdo vit trajnimet janë shumë të vlefshme për profesionistët plus edhe për ata që janë me komunikimin që janë pjesë e gazetarëve, e profesionistëve të komunikimit. Por teknikët duhet jenë të armatosur me komunikimin. Nëse do t'ju pyesja pse nuk ndodh kështu siç e thoni ju, nuk jam i sigurt nëse do përgjigjeni ju dhe Polikseni nga AKU-ja, por gjithsesi nëse e doni përgjigjen mbas reklamave se më duhet të shkoj sërish në publicitet. Reklama e kthehemi pas pak në studio. Kjo është pjesa e tretë e Alert, jeni në Ora News dhe po flasim për Eurobarometrin e EFSA-s për sigurinë ushqimore për Shqipërinë dhe Kosovën, dhe sërish do shkoj në Prishtinë tek zonja Dibrani. Po komentojmë edhe, duke qenë se nuk është se kemi edhe shumë kohë në dispozicion, po komentojmë shifrat, pra sipas gjetjeve të pyetësorit, sondazhit ose ndryshe Eurobarometrit të EFSA-s, janë 1010 persona të pyetur në Kosovë mes 26 marsit dhe 16 prillit 2025. Është një sondazh që kryhet nga EFSA, face to face, pra ball për ball me çdo person të pyetur. Ylka, një prej pyetjeve është më tregoni se deri në çfarë mase i besoni ose jo burimet më poshme për informacion, mbi rreziqet ushqimore, mjekut përgjithshëm dhe mjekut specialist, janë përqindjet konkretisht 1% në Kosovë, 1% është edhe në BE, në fakt, ka 4% rënje. Disi shifre, ndoshta jo e çuditshme, po punës shkencore në universitete ose financimeve publike për organizatat, 3% në Kosovë me 8% rënje dhe 3% në BE gjithashtu. Fermerëve dhe prodhuesit primar, 79% është në Shqipëri, 5%, më falni prap, shifra të ulta në mos gaboj nëse se nga trova unë. Me Kosovë me gjitha më te mund të më ndihmoj Ylka për këtë pjesë. Në lidhje me përqinë. Doktori, specialistët e universiteteve, fermerë dhe prodhuesi primar është 2% në Kosovë, se prandaj u habita pse kaq pak. Jo, 1% është që nuk kanë dhënë përgjigje. Apo më falni, është 92%,
Nëse e lezoj sa. Ashtu. Po, 92%. 92% është që i besoj prodhuesve të parë, ndërsa 1%. Më falni se kështu është ku nuk vesh nuk e di. si puna ime. Po, e drejtë, është pjesa e fundit. Po, 82 BE-ja, 92% Kosova me 11% rritje. 93 besonin mjekve specialist për të korrigjuar veten apo mjekut të përgjithshëm, 91 organizatave tjera, e kështu me radhë. Nëse ndalim tek secila prej këtyre pika, shihet që niveli besueshmërisë nga konsumatorët të këto institucione është mjaft i lartë. Për shembull, nëse e marrim tek mjekët është 93% që është një nivel mjaft i lartë i besueshmërisë. Nëse ndalemi tek fermerët edhe prodhuesit që përmendëm më herët, mendoj që shkaku pse arsyeja kryesore pse në Kosovë është besimi më i lartë është sipas mendimit tim është mendoj se konsumatori kosovar ka qasje direkt me fermerin edhe mundet edhe në treg me dalë. Njohuria me ta është më e madhe se në Bashkimin Evropian, sepse treku është më i vogël edhe konsumatori mund të pas direkt kontakt me fermerin edhe me ditë nëse produkti i tij është i mirë ose jo. Edhe çka kisha dashur të mundal është në tek autoritetet kombëtare që po vrehet që prej vitit 2022 në vitin 2025 ka një ngritje të nivelit të besueshmërisë. Po 85%. 13% nga viti 2022 në vitin 2025. Që është një shifër më e lartë se në Bashkimin Evropian në Kosovë. Kjo ndoshta pse informacionin kryesor e marrim prej institucionit kombëtar për siguri ushqimore në Kosovë. Kështu kjo është fakti kryesor pse konsumatori kosovar ka nivel të besueshmërisë më të lartë. Kështu pse nuk ka çështje shumë në institucione tjera për informacione. Vjen mirë që ka besim të lartë edhe tek organizatat e konsumatorëve, është 85%. Me 14% rritje. Po në Kosovë. Se di sa kisha mujtë me thonë për organizatat konsumatorit, sa është informacionin për Kosovën të folë, sa ka informacionet mjaftueshme lidhur me këtë pjesë. Qartë, prandaj unë përmenda se shpreha pak habi në fakt. Për Kosovën flas gjithmonë. Sa i përket Kosovës, niveli nga organizatat e konsumatorit nuk është që janë mjaftueshëm të zhvilluar, nuk është që ka mjaftueshëm informacion për konsumatorin kosovar. Qartë. Valbona, të njëjta gjëra edhe për pjesën e Shqipërisë. Tek mjeku 84. Vjen mirë fare. Pse? Sepse janë gjitha shifrat në ulje. Po me -1 është tek pjesa e mjekut, 84%. -6 është tek puna shkencore universiteteve, 77%, me 3 është 79 nga 79 institucionet e BE-s, me -11, 72% është tek pjesa e shkencëtarëve, punimeve tjera. Jo, për hir të vërtetës janë gjitha me ulje dhe prandaj themi që është një sondazh që varet kë ka patur përpara. Sepse disa nga këto shifra këtu më dalin pak kontradiktore me shifrat që kemi është rritur besueshmëria te autoritetet e sigurisë ushqimore, marrin më shumë, autoritetet kombëtare marrin më shumë informacione dhe pastaj më del me 9% ulje që burimi i informacionit, domethënë te autoritetet kombëtare është me 9% ulje. Pak kontradiktore më duken si shifra, për shembull fermerët dhe prodhuesit me 17% ulje, natyrisht nuk po flas 57 me 82 me krahasimin me Bashkimin Evropian, po shoh uljen nga 2022 deri në 2025 nga me 17%. Në fakt, një ndryshim i madh me Kosovën është, dhe për këtë më vjen mirë, që besimi tek blogerët apo influencerat është shumë i ulët, 25%, me -21% rënje. Se tani, kjo puna e rrjeteve sociale i ka dhënë vërtet çdo kujt mundësinë, po jo çdo kush mund të bëjë ekspertin. Ndërsa ndryshe është në Kosovë është 69% besimi tek influencerat, blogerët e tjerë, dhe me rritje 12%. Po ta bëjmë pyetjen atë pa komentuar. Mendon se her pas here influencer, njerëz
të rëndësishëm të online-it, japin informacionet gabuara, përqojnë informacionet gabuara, përfshirë edhe ato që bëjnë receta gatimi e pasere. Për qene sinqert, unë nuk ndjek dhe nuk kam besim tek influencer. Unë personalisht si konsumatore, nuk po them si ekspert e fushës, por unë nuk besoj në këto gjëra. Kështu që në këtë pjesën e influencer nuk më bën fare habi, por më bën habi për shembull që 79% ne jemi më besues tek institucionet e Bashkimit Evropian, pavarësisht se me 3% ulje, dhe jemi 60% për institucionet kombëtare. Tani, unë mendoj personalisht që nëse s'pari ti duhet të njohësh dhe të besosh këto institucionet të cilët të japin ushqimin e përditshëm për sa i përket sigurisë ushqimore, edhe ato evropiane, po ke më pak mundësi që ti të njohësh më shumë dhe të kesh besueshmëri më shumë tek evropianet që janë pak më larg derës tënde. Prandaj, domethënë që në momentin që e pash ky blok nuk më bëri shumë sens. Për shembull, organizatat e konsumatorëve, ne i kemi me zë të ndjeshëm, të cilat sfundmi kanë projekte që po zhvillojnë dhe janë shumë të arrirë në mediat sociale, në televizione, në liflete, në fact sheete, të cilët japin informacione për sa i përket sigurisë ushqimore për konsumatorin. Kështu që më duket ky blok që në fillim jo se është me rënje, se nuk është në një rënje e madhe me 1 e me 2, por nuk më bën sens, domethënë, në logjikën e të gjithë sondazhit. Fatkeqësisht organizata e konsumatorit është me rënje 15%. 56 në gjithsesi. Kështu që s'është lajmi mirë, por çështje blogerësh është kjo punë, influencerash. Megjithatë gjitha këto poli qoftë ndikimi i blogerëve, edhe i mjekëve, domethënë tek këshillat apo tjera çështje që japin lidhje me sigurinë ushqimore, a e çorëndojnë deri diku konsumatorin, qytetarin, në fund edhe një mjek, se jo, unë mendoj, mendimi im është ky, që jo çdo mjek mund të t'japi këshilla aty për sigurinë ushqimore. Atëherë, në fakt unë jam në vazhdim të mendimit të Valbonës, sepse parimisht janë të dhëna deri diku dhe kontradiktore, sepse ti thua që në pikën më sipër e marr të mirë qenë që ushqimi që më serviret është i sigurt dhe ke një vlerë në rritje, ndërkohë vjen te autoritetet kompetente kombëtare dhe thua që prap vlerë 60%, po prap jam në rënje. Tani, unë besoj, deri diku e kuptoj këtë pjesën që besim më i lartë e autoritetet europiane për shkak se këta ofrojnë një bazë shkencore, të bazuar në të dhëna shkencore në studime të mirëfillta, ndërkohë autoritetet kombëtare janë më shumë zbatues, pra marrin dhe adaptojnë atë që na serviret në kuadrin shkencor. Për sa i takon influencerave, patjetër do jetë me rënje dhe më vjen mirë. Këtu tani prap janë pak pragmatiste sepse ekziston një fenomen i quajtur pranueshmëria shoqërore. Pra nëse unë të kam ty ballë për ballë dhe ti më bën një pyetje dhe unë do tentoj të përgjigjem ashtu si mendoj që ti do thoja sa mirë, sa bukur. Ndërkohë me pjesën e influencer, them që unë i besoj atyre, një konsumator kushdo qoftë, thotë sa të dal kështu, unë më mirë them që besoj te shkenca. Ndonse ose te autoritetet, po prap janë të dhëna deri diku kontradiktore, kështu që unë për shembull doja të bëja edhe një rikthim mbrapa te pyetja që tham për fushatat ndërgjegjësuese. Këtu edhe fal punës së Valbonës ka pasur një këmbgulje shumë të madhe që Shqipëria dhe sidomos AKU-ja të adaptoj 2 fushata të EFSA-s. Pra, njëra ishte Safe to Eat dhe tjetra ishte Plant for Health. Atëherë, të dhënat u morën, grafikët, imazhet, domethënë i gjithë mesazhi në total u mor nga EFSA dhe u adaptua në gjuhën shqipe për t'u përshtatur konsumatorit shqiptar. Kështu që në një farë mënyrë ne jemi duke bashkëpunuar, jo vetëm me këta, për shembull autoritetet shqiptare tani më në dhjetor do t'i nënshtrohen një lloj procesi vlerësimi edhe nga organizata botërore e shëndetësisë. Dhe këtu më shumë lidhet me koordinimin ndërinstitucional që të mos zgjate me ndërmjet AKU-s, Ministrisë Bujqësisë, institucioneve të varësisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, në rastin konkret Shëndetit Publik, institucioni Shëndetit Publik,
Sepse ne kemi një lloj bashkëpunimi shumë të madh me këtë institucion lidhur me emergjencat ushqimore. Për shembull, kemi rastin e shpërthimeve të, po themi, salmonelës apo listerias, që jo rrallë herë janë bërë dhe tema shumë të përfolura. Kështu që unë të gjithë... Për të rritur bashkëpunimin është ideja të Po, paktën për të rritur bashkëpunimin, menaxhimin dhe reagimin në kohë krize. Sepse ky, siç edhe Valbona për pjesën e rezistencës antimikrobiale, tani patjetër që ne kemi pasur një rritje të ndërgjegjësimit, por prapë është një temë akoma sensitive dhe akoma që është e re, e konsideruar e re dhe në fushën e shkencës, po bën akoma studime. Dhe ne po shohim, si kundër bën dhe Europa në këtë rast, ndoshta edhe vendet e tjera, po të paktën Europa ka një mekanizëm gati për sulm. Pra, u shfaq situata, doli problematika, kush janë aktorët dhe çfarë roli ka gjithsecili. Kanë planet e emergjencës të gatshëm, nuk i bëjnë në momentin që ndodh. Dhe kanë një bashkëpunim më të mirë se ne mes institucioneve, se e fundit, po themi, krizë. Në thojza ishte rasti i Gramshit, kur autoriteti i salmonelës në Kopësht, kur AKU njoftua e fundit, që duhet ishte e para ndoshta që duhet informohet. Vajde si vjen informacioni, vajde kush reagon i pari, po në momentin që informohet një institucion tjetër, ne marrim informacionin direkt. Ishte po ja u njoftua, sepse fëmia i shkoi smuar në spital pa e ditur çfarë ka. Ata ishin brenda. Salmonelë duhet ishte AKU-ja para institucion tjetër. Po AKU-ja patjetër, po ti nuk mund të është sepse smundje varet nga të vjen. Se mund të jetë një temperaturë, një grip i zakonshëm, mund mos jetë ushqimi, burimi i kësaj smundje në sensin. Ishte me salmonelë fëmia. Atëherë do njoftoj AKU-ja. Pikërisht po njoftua, po me shumë vonesë, e fundit nga institucionet. E fundit sepse në radhë të parë duhet gjetur shkaku, nga vjen. Salmonela pra, u gjeta. Po nga erdhi salmonela, nga ushqimi. Do në momentin që u vërtetua që vjen nga ushqimi. Po nga do të vinte? O nga ujë, o nga ushqimi. Mund të ishte një infekcion që qarkullon mes fëmijëve dhe janë gjithë njëri tjetër, transmetim, do me thënë. Dakor, pra, në rastë të tilla, unë nuk e kam AKU-tër, atë ka dhe institucion shëndetësor dhe me mos bashkëpunimin. Të them një rast, ne ishim në një trajnim të organizuar nga BTSF-ja. Tani, një rast që këta na e dhanë si detyrë praktike, pra ishin në një konvikt student të matematikës. Njëri nga këta thot jam keq, kam temperaturë, kam këto simptoma. Okej, do e çoni në spital, doli që ishte një kontaminim, por nuk ishte kontaminuar askush tjetër nga shokët e vet. Kaloi gati një javë kur u kontaminuan dhe të tjerë. Tani filloi sepse faza preliminatore thotë që ti mund mos jesh kontaminuar në kafeterinë e shkollës ose në mensën e shkollës, por mund të jesh kontaminuar diku tjetër. Dhe prandaj them që varet se kush e merr informacionin dhe kush e ka burimin. Në momentin që u kontaminuan të tjerë, u kontaminuan dhe profesor, atëherë filloi studimi, erdhi nga ushqimi, nga cili ushqim. Edhe doli që ishte nga uji, si përfundim që të mos e zgjas më tej. Kështu që prandaj them AKU-ja njoftohet e fundit sepse në radhë të parë duhet gjetur shkaku dhe duhet gjetur burimi. Jo, patjetër, po shkaku u gjet aq shpejt sa ishin aq gëzuar dhe nuk e njoftuan autoritetin kombëtar të ushqimit që e njoftuar. Shkurtimisht, duke qenë se po shkojmë drejt fundit me zotin Kadriu në lidhje me çfarë do të bëjë më mirë Agjencia e Ushqimit dhe Veterinarisë Kosovës për sigurinë ushqimore, jo vetëm komunikimin e riskut, siç e përmendet ju, por edhe vlerësimin e riskut dhe menaxhimin e riskut. Menaxhimin e riskut ne e marrim nga institucionet e Bashkisë Evropiane, vlerësimi i riskut është në mënyra shkencore, njëra prej institucionet e cila e udhëheq vlerësimin e rrezikut është vetëm EFSA, ku siç shihni edhe ju ne gjithmonë kemi njerëz që janë të involvuar në gjitha trajnimet, në gjitha networket e EFSA-s dhe ai vlerësimi i rrezikut domethënë figuron edhe në legjislacionin tonë, prandaj ne e kemi të harmonizuar me Bashkinë Evropiane. Te menaxhimi i rrezikut, çka është edhe detyrë kryesore e institucioneve si Agjencionit të Ushqimit, besoj edhe AKU, që është ajo ta menaxhojmë, domethënë rrezikun, në pikë të parë ta menaxhojmë me shpejtësi, edhe ta menaxhojmë ashtu siç duhet, të forcojmë, domethënë autoritetet menaxhuese të rrezikut, të kemi staf të mjaftueshëm, të kemi staf të edukuar, të kemi parimet e menaxhimit të rrezikut, i kemi të vendosura jashtëzakonisht të fuqishëm. Kjo është puna të cilën ne si agjencion duhet ta kemi, edhe gjithmonë bashkëpunimi edhe me vlerësuesit e rrezikut, edhe me komunikuesit e rrezikut.
Ky barometri, këtë pjesën e fundit për pata rast të komentoj, edhe vitin 2002 e kishim barometrin me vlera jashtëzakonisht të larta, do më thonë disa prej tyre më të larta se të Bashkisë Evropiane, do më thonë besimit e autoriteti edhe atëherë ishte më i madh tek ne se të respondentët e Bashkisë Evropiane, që kjo tregon prezencën e autoriteteve në media, prezencën e autoriteteve në komunikim me mediat. Do më thonë së më shumë ju teleemisione, lajmërohesh para publikut, jep informata, do më thonë e rrit besueshmërinë, kështu që prandaj kemi edhe një rritje të tillë. Për krahasoj me shoqatat e konsumatorit, e di unë që shoqatat e tona konsumatorit janë prezente në media jashtëzakonisht shumë, prandaj edhe kanë fituar besueshmërinë, prandaj edhe ka rritje. Mirë po, e shef e ka edhe anën tjetër, një rritje jashtëzakonisht e madhe që përmes celebrities ose blogerave të interpretohet rreziku në ushqim, nuk është bashkë e vlerësuar, prandaj mendoj që sa më shumë autoritetet e marrin punën e tyre, më pak do të ketë influencë tek blogerat, tek influencerat e kështu me radhë. Do të thonë, ne fush veprimin e madh, flas për agjencionin, e kemi të menaxhimi i rrezikut, të kemi parimet e menaxhimit të rrezikut të vendosura dhe të zbatojmë jashtëzakonisht mirë. Dhe në fakt, për këtë pjesë, pra për cilën foli edhe zoti Kadriu, të gjitha shifrat të dhënat për Kosovën janë më të larta se të Bashkimit Evropian. Të gjitha, tek question 10. Pjesa e influencimit, blogger, autoritete, mjekë e tjera, janë gjitha më të larta se të Bashkimit Evropian në Kosovë, ndryshe nga Shqipëria që nuk i ka më të larta gjitha. Por, unë desha të shtoj diçka, natyrisht në ngjyrat e EFSA-s që ne përfaqësojmë, ka 7% rritje nga 71 në 77, njohuria që Bashkimi Evropian ka një institucion i cili ofron mendime shkencore për sigurinë ushqimore që do të thotë për EFSA-n. Dhe kjo është një shifër pozitive që tregon që është pyetja 12 që tregon që EFSA tashmë po bëhet gjithnjë më shumë prezent jo vetëm nga aktivitetet që ajo po zhvillon në Shqipëri, por edhe nëpërmjet edhe këtyre emisioneve ku kuptohet që për vlerësimin dhe komunikimin e riskut ka një institucion në nivel evropian. Rritja me 10%, e? Me 7%. Po, është tjetra, 7% është EU-ja, pa një institucion të veçantë, që është EFSA. Kurse pjesa nëse, do të thënë, për të vendosur se sa rrezikshme është diçka për ju, për të ngrënë në EU, pra në BE, mbështetet mbi këshilla shkencore të ekspertëve, ama 80% besojnë në Shqipëri, 10% rritje, nga 76 BE-ja. Prandaj nuk bën sens 12 me 10, se këte i dolëm që kemi ulje për sa i përket mendimeve shkencore të universiteteve, do me thënë besimin për këto, dhe kur vjen puna për sa i përket për të vendosur për riskun ku bazohesh, tek mendimet e shkencore ka një 10% rritje. Ka edhe pyetje dhe përgjigje të cilët nuk shkojnë në të njëjtën akord kur vjen puna për të njëjtën tematikë që drejtohen. Zonja Dibrani, do ta mbyllim bashkë me shkurtimisht një koment tuaj për cilën pjesë të doni ose për çfarë dëshironi ju? Po, desha ta shtoj në pjesën e influencerëve që u diskutu pak a shumë. Nështë përsa i përket Kosovës është një vlerë e mirë që me tregu se qysh mujna na me shpërndoj informacione. Për shembull nëse marrën në EFSA, valbonetin që në Kosovë është vetëm fushata Plant Health for Life, është momenti për është lansu kjo fushat, pjesa e fundit është që lansimi kësaj fushate është bërë përmes një influencerës. Më dhënë që mujna me morë si pikë referente që nështë institucionet tona me përnu ma shumë ngosht me influencerat që në njërë që atyre më shku informacioni sakt dhe influencerat me të rëgu informacionet të konsumatore. Ashtu po, të punosht ti me ta po.
si institucion. Po EFSA ka përdorur tek Plant Health for Life nëse merret, edhe në fund, domethënë, komunikimi i fundit informacionit është bërë përmes influencerëve. Gjë e cila ndoshta ka ndikuar shumë më mirë se me shku deri te konsumatori. Unë mendoj që çdo është humor si për vlerë reale edhe në mënyrë që institucionet tona me bashkëpunu me ta në mënyrë që jo influencerat më jap vetë informacionet, por më marr direkt për shembull prej institucioneve ose organizata nëpërkombëtare siç është EFSA. Qartë. Zonja Dibrani, ju falenderoj shumë për lidhje dhe kohën tuaj në Alert sonte. Gjithashtu falenderit edhe zotit Kadriu. Faleminderit shumë për mundësinë. Ishte kënaqësi dhe jeni të mirëpritur në çdo program të mundshëm që lidhet me sigurinë ushqimore, me EFSA-n, me konsumatorin. Zonja Paluka, falenderit. Faleminderit. Zonja Drazho, falenderit edhe për ju. Ishte kënaqësi. Ky është fundi i programit për ditën e sotme. Në mbyllje e tij ne kemi një insert, një kronik që është diku rreth 2 minuta e gjysmë që nuk ka të bëjë me temën e sotme, por me konsumatorin për 2 aktivitete të qendrës Alert në kuadër të projektit linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve përmes fuqizimit të organizatave lokale të shoqërisë civile, 2 aktivitete trajnime në kuadër të këtij projekti që financohet nga Bashkimi Evropian, nga Komisioni Evropian, delegacioni i BE-s në Shqipëri dhe zbatohet nga qendra Alert në bashkëpunim me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri. Janë 2 aktivitete në Dibër dhe në Tiranë. Do të shihemi bashkë të premte në ardhshme në 21, mos harroni ritransmetohet Alert çdo të shtunë në 13:30. Deri atëherë mirupafshim. Sesioni i trajnimeve për rritjen e kapaciteteve të organizatave lokale të shoqërisë civile për mbrojtjen e konsumatorit u zhvillua në muajin tetor në 2 qytete, Peshkopi dhe Tiranë, ku mblodhen ekspert dhe përfaqësues të organizatave lokale. Aktivitetet u zhvillua në kuadër të projektit Linja e gjelbër për mbrojtjen e konsumatorit, siguria ushqimore dhe forcimi i mbrojtjes së të drejtave të konsumatorëve në Shqipëri përmes fuqizimit të OSHC-ve lokale, të financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Qendra Alert në partneritet me Lëvizjen Evropiane në Shqipëri. Qëllimi i projektit është përfshirja aktive e OSHC-ve në politikbërje, ndërtimi i një rrjeti kombëtar për mbrojtjen e konsumatorit dhe mbështetja e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian. Në trajnim morën pjesë përfaqësues të institucioneve publike, të shoqërisë civile dhe ekspertë të fushës, të cilët diskutuan mbi legjislacionin fuqi, detyrimet e institucioneve dhe biznesit, si dhe të drejtat themelore të konsumatorëve, siguria ushqimore, shëndeti, drejta për informacion, ankesat dhe përfaqësimi. Lektoret Ersida Teliti dhe Klotilda Neziri theksuan nevojën për qasje praktike dhe trajtimin e rasteve konkrete të cilësia e shërbimeve telefonike, siguria ushqimore dhe farmaceutike. Organizatat pjesëmarrëse u angazhuan të bashkohen me rritjen e OSHC-ve për mbrojtjen e konsumatorit. Gjatë aktiviteteve u lançua dhe linja e gjelbër 0800 26 26 për raportimin e shkeleve dhe u prezantua rrjeti kombëtar i OSHC-ve për konsumatorin. Në tërësi, ky cikël trajnimesh po kontribuon në ndërtimin e një strukture të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse për mbrojtjen e konsumatorit në Shqipëri. Në 8 tetor aktiviteti u mbajt në Peshkopi, ndërsa trajnimi tjetër mbi mbrojtjen e konsumatorit u zhvillua në 17 tetor në ambientet e Europe House në Tiranë, i organizuar nga Lëvizja Evropiane në Shqipëri. Gjatë trajnimit u trajtuan disa çështje kyçe si roli dhe bashkëpunimi ndërmjet institucioneve zbatuese si Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe njësitë e qeverisjes vendore. Raste konkrete të ankesave të trajtuara që lidhen me blerjet online, mashtrime tregtare dhe zgjidhje alternative të mosmarrveshjeve. Përmbushja e piketave përmbyllëse në kuadër të procesit të negociatave me BE-n. Përfshirja e aktorëve jo shtetëror në konsultimet publike dhe platformat kombëtare sipas udhëzuesit të përgatitur në kuadër të projektit.